Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, vizitoi Tiranën në kuadër të turit të saj ballkanik. Pas takimit me kryeministrin e vendit Edi Rama, ajo theksoi rëndësinë e reformave dhe bashkëpunimit për të përmbushur objektivat e integrimit evropian. Sipas saj, Shqipëria ka potencial të qartë për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, nëse vijon përmbushja e kushteve. Vizita u shoqërua edhe me firmosjen e një marrëveshje të rëndësishme infrastrukturore. Në kuadër të vizitës së saj në Ballkanin Perëndimor, shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ndaloi në Tiranë ku zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, u theksua se Shqipëria ndjek në mënyrë të harmonizuar linjën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ndërsa mbetet e angazhuar për përfundimin e negociatave të antarësimit deri në 2027. Një plan të dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat në 2027. Kjo do të thotë që në momentin që mbyllen negociatat, Komisioni i rekomandon vendeve anëtare antarësimin. Dhe pastaj çdo vend anëtar merr rekomandimin, ja paraqet parlamentit përkatës dhe të gjithë parlamentet miratojnë antarësimin. Prandaj ajo që ne parashohim është një periudhë 2 vjeçare ratifikimesh për të qenë realist, që konkludon me 2030-ën në tryezën e Bashkimit Evropian. Kështu që plani është krejtësisht i qartë. Natyrisht që pjesa jonë është që të përmbyllim negociatat me sukses deri në fund të 2027-s. Kallas vlerësoi progresin e Shqipërisë duke cilësuar vendin si një partner të qëndrueshëm dhe të besueshëm për Bashkimin Evropian. Ajo shpreh se antarësimi në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 është një synim i realizueshëm për sa kohë vijon zbatimi i reformave dhe forcohet sundimi i ligjit, një element kyç për investime dhe zhvillim. 2030 është një objektiv realist për të antarësuar në Bashkimin Evropian, në rast se të gjithë do të ndërmarrin hapat e duhur gjatë rrugës, jo vetëm me reformat që duhen miratuar, por edhe të vihet në zbatim. Sundimi i ligjit është veçanërisht i rëndësishëm, se është një nga themelet e Bashkimit Evropian dhe begatisë të një vendi. Në rast se kemi besim te sistemi juaj ligjor, kanë besim për të investuar. Është realist në rast se të gjithë bëjmë detyrat e shtëpisë. Në këtë rrugtim duhet bashkëpunimi të gjithë palëve për të realizuar reformat, të cilët janë të vështira. Ajo nënvizoi se për të përballuar këtë proces të rëndësishëm kërkohet përkushtimi i përbashkët nga të gjitha institucionet shqiptare. Në kuadër të mbështetjes së Bashkimit Evropian u përmend edhe fondi prej 13 milion eurosh për përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Për Bashkimin Evropian ne jemi të angazhuar për ta fuqizuar edhe më tej Shqipërinë. Kemi dhënë 13 milion euro për përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Shqipëria ka një ambicie për përfundimin e negociatave për 2 vite. Ndërkohë, i pyetur mbi tarifat e reja të vendosura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Rama deklaroi se nuk ka asnjë shqetësim, duke theksuar se për shkak të volumit të ulët të tregtisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto masa nuk përbëjnë ndonjë ndikim real për vendin. Koment për këtë, s'kemi asnjë shqetësim lidhur me atë temë. Qasja jonë ndaj gjithë kësaj politike të re që po bëhet me tarifat është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin tonë, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet e Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga sala ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim. Vizita e Kallas u përmbyll me nënshkrimin e marrëveshjeje për financimin nga Bashkimi Evropian të segmentit hekurëllor Durrës-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8, me firmën e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në emër të palës shqiptare. Kryeministri i vendit Edi Rama diskutoi me një grup biznesmenësh për koncesionin e skanimit, një marrëveshje që ai e ka kritikuar si korruptive. Ai shpjegoi pse nuk mund të anullohej, duke theksuar se anulimi do të sillte kosto të larta. Rama gjithashtu bëri një bilanc të uljes kontrabandës dhe paralajmëroi gjithashtu uljen e kontrollit të kamioneve bazuar me riskun.
Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar një takim me biznesmen që janë të prekur nga koncesioni i skanimit të kamioneve, një marrëveshje e cila është nënshkruar që në vitin 2010 dhe ka një afat deri në vitin 2030. Gjatë këtij takimi, Rama shpjegoi arsyet se pse ai nuk e ka anuluar këtë koncesion dhe pse ka kritikuar publikisht si një marrëveshje të gabuar dhe korruptive. Për cilën jemi këtu kryesisht është tema e skanerit, edhe unë dua ta ripërsëris diçka që e kam thënë shumë kohë më parë dhe që i qëndroj po të njëjtës gjë, që ky është një koncesion më i gabuar i mundshëm që mund të imagjinohet, një koncesion komplet atipik, të cilin ne kemi trashëguar, nuk e kemi pasur të mundur ta godasim për shkak të faktit që ashtu siç është kopsitur do të na krijonte një kosto shumë të lartë në arbitrazh. Jemi munduar ta vëmë në shfrytëzim dhe të lehtësojmë koston mbi ju dhe kemi bërë një negociat. Atëherë që kemi ulur nga 35 euro në mos gabohem në 22, po. Nga 45 euro kemi ulur në 22, por gjithsesi mbetet një koncesion i gabuar totalisht, sepse skanimi i kamionëve nuk është nevoja juaj, është nevoja e shtetit. Pra shteti bën skanimin e kamionëve për punën e vet, jo për punën tuaj. Për çështje të sigurisë, për çështje të luftës kundër kontrabandës etj. Rama njoftoi gjithashtu se do të bëhen ulje të kontrollit të kamionëve që do të bazohen më shumë në vlerësimin e riskut të lartë të kontrabandës. Në përfundim ai e vlerësoi si një sukses të vetëm të këtij koncencioni uljen e kontrabandës, ndërsa theksoi se projekti më i madh aktual për qeverinë është porti i ri tregtar i Durrësit. Ish kryeministri Sali Berisha konfirmoi se Kris Lacivita do të marrë pjesë në hapjen e fushatës së Partisë Demokratike me 11 prill, duke e cilësuar këtë si një ngjarje të jashtëzakonshme. Berisha gjithashtu komentoi edhe mungesën e një takimi me Kaja Kallas, duke i quajtur udhëtimin e saj rajonal. Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë një deklaratë fort pas kthimit nga Strasburgu, ku ka konfirmuar se Kris Lacivita do të marrë pjesë në hapjen e fushatës së Partisë Demokratike me 11 prill. Ai e konsideroi këtë ngjarje si të jashtëzakonshme, duke e theksuar se Edi Rama po përpiqet të mashtrojë opinionin duke pretenduar se Lacivita nuk do të jetë i pranishëm. Unë nuk e kuptoj si i krijoni këto dyshime këto. E di sa kuptoj unë se këto i hap zyra Edi Ramës. Aq i të merruar është ai njeri. Aq i të merruar është sa që tani për t'u dhënë zemër të vetëve, thotë që ai iku nuk është më. Po kur ta shohin, çfarë do thotë atë vetëve? Sa i këto i hapaj se tjetër kush s'mund t'i hap. A keni dëgjuar ju kush është konsulenti i tij fare? Se kjo është normale, të jashtëzakonshme. Skenarin ta majmë surprizë. Jo çdo gjë mund të thotë njeriu. Unë edhe nga udhëtimi mbajta shumë gjëra, por kishte gjëra plot. Berisha ka folur gjithashtu në lidhje me mungesën e një takimi me përfaqësuesen e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Ai theksoi se udhëtimet rajonale që ajo po zhvillon kanë për qëllim takimet me qeveritarët e vendeve të tjera dhe nuk janë të fokusuara në individ të veçantë. Normal që ajo takon qeveritarët, cili do që tjetë qeveritar, ata do takoj. Ky është rregull i udhëtimeve rajonale. Nuk kanë synim vendin. S'pari, së dyti, do jetë pa diskutim, si që kam thënë, unë ju kam njoftuar ju që ai do t'jetë në hapjen e fushatës. Dhe këtu është përfaqësuesi i tij për disa ditësh. Gjatë deklaratës së tij, Berisha ka theksuar se mashtrimet që Rama po përpiqet të shpërndajë për Lacivita dhe fushatën e Partisë Demokratike janë duke u zbuluar nga ndërkombëtarët. Ai ka pohuar se këto përpjekje të Ramës për të krijuar një imazh të rrem po dështojnë dhe se mbështetësit e tij po e kuptojnë gjithnjë e më shumë se është një strategji për të mbajtur kontrollin në politikën shqiptare. Italia i dhuron në vendit ton anijen ushtarake Libra, e cila do të shërbej për misione në Mesdhe. Bashkë me Libran kanë mbërritur në portin e Durrësit edhe anija e famshme Americo Vespucci, e cila do të qëndrojë 3 ditë e hapur për të gjithë të interesuarit. Gjithashtu është ankoruar edhe Lo Spirito di Stella, një anije e vogël e përshtatur për persona me aftësi ndryshe.
Ceremonia e mbajtur në portin e Durrësit u shoqërua me një mesazh të qartë bashkëpunimi dhe solidariteti, ndërsa Triania italiane ankorua në këtë port si një simbol i forcimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Ceremonia zyrtare u zhvillua në portin e anijes Americo Vespucci, një nga anijet më të njohura dhe më të bukura në botë, e ndërtuar në vitin 1931. Kjo anije është një simbol i trashëgiminisë dhe profesionalizmit detar italian, e njohur për velat e saj tradicionale që japin asaj një karakter unik në historinë e marinës. Gjatë ngjarjes, një tjetër anije e veçantë italiane, La Spirito di Stella, u ankorua gjithashtu në Durrës. Kjo anije është projektuar veçanërisht për të siguruar akses dhe lëvizshmëri për personat me aftësi ndryshe, duke bërë atë një simbol të përfshirjes dhe solidaritetit shqiptar. Ajo ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ndihmojë ata që hasin vështirësi në lëvizjen dhe mundësinë që ofron transporti detar. Një tjetër moment kyç i ceremonisë ishte dhurimi i anijes patrulluese Libra nga shteti italian. Ky akt i rëndësishëm do të kontribuojë në forcimin e sigurisë detare të Shqipërisë dhe do të mbështesë autoritetet shqiptare në monitorimin dhe mbrojtjen e ujërave të saj territoriale. Pjesëmarrës në ceremoni ishte edhe ambasadori italian Marco Alberti, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes dy vendeve në fushën e sigurisë detare dhe zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale. Kjo vizitë shënon një hap të ri në forcimin e lidhjeve historike dhe strategjike ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Do ici me të tjera informacione. Seanca e radhës për dosjen Plumbi i Art u shtyp për shkak të kërkesës së avokatëve të Henrik Hoxhaj për më shumë kohë për të përgatitur pyetjet për Nuredin Dumanin. Gjatë seancës, Giuliano Hoxha dha një dëshmi të rëndësishme duke përmendur se Erion Alibej kishte porositur vrasjen e Kastriot Kilës dhe akuzoi Alibejn si organizator të krimit dhe jo Suel Çelën. Në GKK u zhvillua seanca e radhës për dosjen e njohur Plumbi i Art, por kjo u shtyp pas kërkesës së avokatëve të Henrik Hoxhajt, të cilët kërkuan më shumë kohë për të përgatitur pyetjet për të pandehurin Nuredin Dumani. Gjatë seancës, Giuliano Hoxha dha një dëshmi të rëndësishme ku ai akuzoi Erion Alibej si organizator të vrasjes së Kastriot Kilës dhe shpjegoi se Alibej kishte qenë person që kishte urdhëruar ekzekutimin e tij, duke i hedhur poshtë për fshirjen e Suel Çelës. Në këtë seancë, Nuredin Dumani gjithashtu dha detaje të rëndësishme për lidhjen e tij me Henrik Hoxhajn, duke zbuluar se ata kishin njohur njëri tjetrin në fund të vitit 2019 dhe ishin takuar personalisht në një ngjarje në 30 dhjetor, ku diskutuan për ngjarje kriminale të shumta. Domani gjithashtu shpjegoi se për më shumë prej ngjarjeve që kishte organizuar, ai nuk i kishte treguar Henrikut, pasi e konsideronte të pasigurt dhe të paqëndrueshëm. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm i këtij procesi është deklarata e Alibej, i cili tha se do të fliste dhe shpaloste të gjitha informacionet e tij pas dëshmisë së Duremanit, duke premtuar se do të ofronte një pasqyrë më të qartë të ngjarjeve që kanë ndodhur dhe rolin e tij në to. Ky premtim mund të sjellë një kthes të re në hetime për këtë dosje të rëndësishme, pasi pritet që të hellë dritë mbi lidhjet e ndërlikuara të përfshira në këtë çështje të rëndë kriminale. Nëna e Mark Samson pranoi gjatë hetimeve se kishte ndihmuar djalin e saj të pastronte gjakun pas vrasjes së Ilaria Sulës. Ajo ka treguar se ishte në shtëpi gjatë kohës kur djali i saj kreu krimin dhe e ka ndihmuar për të fshehur gjurmët duke pastruar dhomën ku ndodhi vrasja. Pasi është marrë në pyetje për disa orë, ajo është akuzuar për bashkëpunim në fshehjen e trupit të viktimës. Në një zhvillim të ri në hetimet për vrasjen e Ilaria Sulës, Nors Marlaps, nëna e 23 vjeçarit Mark Samson, ka pranuar se ka ndihmuar djalin e saj më një herë pas ngjarjes tragjike. Sipas deklaratës së saj para hetuesve, ajo ka qenë e pranishme në shtëpi gjatë momentit të sulmit kur djali i saj goditi me thik 22 vjeçarin Ilaria pas një grindje të ndodhur për shkak të një mesazhi në celular. Pas ngjarjes, Nors ka pohuar se ka ndihmuar djalin të pastronte gjurmët e gjakut që ishin shpërndarë në dhomën e gjumit, duke u përpjekur të fshinte çdo shenjë të krimit. Hetuesit pas analizimit të dhënave dyshojnë se ajo mund të ketë patur rol më të madh në fshehjen e trupit të viktimës. Ajo ka pranuar gjithashtu se ka pastruar dhomën e krimit dhe se ka qenë në ndikimin e djalit të saj gjatë gjithë periudhës pas vrasjes. Gjatë marrjes në pyetje, ajo akuzua formalisht për bashkëpunimin në fshehjen e trupit të Ilarias, një akuzë që e ka bërë atë të përballet me pasojat e ligjit. Në të njëjtën kohë, mbrojtësit e Mark Samson po shqyrtojnë mundësinë për të kërkuar një ekspertizë psikiatrike për të vlerësuar gjendjen mendore të tij në momentin e kryerjes së vrasjes. Gjithashtu, hetuesit kanë lënë të hapur mundësinë që të kërkojnë më shumë informacione për pozicionin e babait të Samson, i cili nuk ishte i pranishëm në shtëpi gjatë kohës që u realizua krimi, por që mbetet nën hetim.
Vladimir Topiana, 43 vjeçari shqiptar që u ekzekutua me armëzjarri në Fontana Freda të Italisë, dyshohet se ndodhi për motive pronësie. 43 vjeçari Robert Shota, i cili është arrestuar, ka qelluar Topianën në kokë, ndërsa ka tentuar të arratistet për është kapur më pas nga policia. Dëshmi tregojnë se vrasësi mund ta ketë njohur viktimën duke sugjeruar mundësinë e një lufte për hesape të vjetra. Vladimir Topiana, 43 vjeçari, është vrarë me armëzjarri mbrëmjen e së dielës në Fontana Fredo, një qytet në provincën Pordenone, Itali. Sipas hetimeve, Topiana kishte dalë me djalin e tij 17 vjeçar për të parë ndeshjen e futbollit të Roma Juventus në një lokal të njohur për evente sportive. Gjatë kohës që po fliste me një të afërm në parking, një makinë e bardhë ndaloi pranë tij dhe pas një debati, një person doli nga makina dhe e qelloi Vladimir Topianën në kokë me armëzjarri. Autori i krimit, 34 vjeçari Robert Shota, nga fushkruja tentoi të largohej, por u arrestua pak më vonë nga policia. Brenda automjetit të tij u gjet një armë Beretta, e cila ishte vjedhur muaj më parë në Ravenna. Hetuesit dyshojnë se ky mund të ketë qenë një sulm i qëllimshëm dhe jo një rastësi, pasi është raportuar se vrasësi të ketë vepruar menjëherë dhe pa hezitim ndaj viktimës. Sipas dëshmitarëve, ka mundësi që Topiana e ka njohur autorin duke i hapur mundësi një konflikti të mëparshëm ose për një larje hesapesh. Në vitin 2018, Topiana ka qenë i përfshirë në një konflikt në Fusharës dhe disa ditë para ngjarjes kishte udhëtuar nga Shqipëria në Itali ku punonte. Po ashtu është arrestuar dhe babai i vrasësit Pren Shota, i cili ndodhej me të gjatë momentit të krimit. Hetimet janë ende të hapura, ndërsa dyshohet për motive pronësie dhe larje hesapesh, dyshime që mbeten të forta. Dy vëllezër janë arrestuar në Tiranë pas akuzave për dhunë ndaj një shtetasi dhe vjedhje automjeti. Ata dhunuan një 41 vjeçar në një garazh në Ysberisht dhe i morën makinën e cila u gjet më vonë pranë banesës së tyre. Automjeti i vjedhur u sekuestrua si provë materiale dhe rasti u referua prokurorisë për veprime të mëtejshme. Dy shtetas vëllezër janë arrestuar në Tiranë pas një operacioni të koduar, motivi të realizuar nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 6. Operacioni u zhvillua pas marrjes së informacionit për një ngjarje të dhunshme me vjedhje automjetit të ndodhur në zonën e Ysberishtit. Pas hetimeve të shpejta dhe realizimit të një planifikimi të detajuar, shërbimet e policisë arritën të lokalizojnë dhe arrestojnë dy autorë, të cilët kishin dhunuar një shtetas 41 vjeç, të cilët e sulmuan në garazhin e tij duke i shkaktuar dëmtime fizike. Pas së dhunës, ata i morën automjetin viktimës dhe u larguan nga vendngjarja. Automjeti i vjedhur u gjet më vonë pranë banesës së të arrestuarve, ku policia e ka sekuestruar atë si provë materiale për hetimet mëtejshme. Ky rast u referua menjëherë prokurorisë së Tiranës, e cila ka nisur veprimet për hetimet e akuzës për veprën penale, vjedhja me dhunë kryer në bashkëpunim. Hetimet janë në vazhdim dhe priten veprime të tjera nga autoritetet për të zbardhur tërësisht ngjarjen. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Seanca konstituive e Kuvendit Kosovës është caktuar për me 15 prill, por lëvizja vetëvendosje ende nuk ka mundur të sigurojë 61 vota për të propozuar kryetarin e Kuvendit. Partia fituese është në kërkim të një partneri të koalicionit, ndërkohë që partitë e tjera shprehin qëndrime të ndryshme për bashkëpunimin. Në përgatitje për seancën konstituive të Kuvendit Kosovës, e cila është planifikuar për me 15 prill, lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit ka hasur në vështirësi për të siguruar 61 votat e nevojshme për të propozuar kryetarin e Kuvendit. Pas humbjes së numrit mjaftueshëm të votave, lëvizja vetëvendosje është duke kërkuar një partner të koalicionit që do t'i mundsonte krijimin e mazhorancës së nevojshme për të formuar një qeveri të re. Glauk Konjufca, një prej drejtuesve të lëvizjes së vetëvendosje, ka shpjeguar se formimi i një koalicioni është esencial për të arritur shumicën e kërkuar për të miratuar qeverinë dhe zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ai ka shtuar se nuk është e mundur të krijohet një qeveri pa një koalicion që siguron votat e nevojshme. Lidhur me këtë, Konjufca ka theksuar se pozita për fshirjet të kryetarit të Kuvendit duhet të jetë në përputhje në këtë parim të koalicionit. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur se nuk do të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, duke theksuar se ky qëndrim është i fortë dhe pa kushtëzime. Antarja e LDK-s, Doar Sakica Xhelili, ka deklaruar se ky është një parim i partisë së saj që është faqur publikisht dhe nuk ka mundësi ndryshimi. Për një qëndrim të hapur, Partia Demokratike e Kosovës ka lënë të kuptohet se në rast të dështimit të lëvizjes vetëvendosje për të formuar një qeveri janë të gatshëm të negociojnë për një koalicion me partitë e tjera.
Urhan Ismaili, nuk kryetari i PDK-s, ka theksuar se nëse ka paftësi të lëvizjes së vetëvendosje për të formuar qeverinë, ai beson se figura si zoti Hamza mund të krijojë një koalicion që realizon premtimet e dhëna. Rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit ka sjellë një shpërndarje në kuvendin e Kosovës ku lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 deputet, PDK-ja 24, LDK-ja 20 dhe AAK-Nisma 8. Ky balancim i votave tregon se formimi i institucioneve nuk mund të realizohet nga një parti e vetme dhe nevojitet një koalicion për të arritur shumicën e kërkuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur dëshirën për krijimin e një aleance ushtarake me Hungarinë, ndërsa edhe lideri i Republikës Srpska, Milorad Dodik, ka paralajmëruar përfshirjen e këtij entiteti në një marrëveshje të ngjashme. Ky zhvillim ka shkaktuar reagime të ndryshme nga NATO dhe Bashkimi Evropian. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka propozuar krijimin e një aleance ushtarake me Hungarinë, duke intensifikuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë mes dy shteteve. Ky propozim është pasuar nga paralajmërimi i Milorad Dodik, presidenti i Republikës Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës, që ka shprehur interesin për të bashkuar në një marrëveshje ushtarake dhe të sigurisë me Serbinë dhe Hungarinë. Kjo nismë vjen pas nënshkrimit të një plani bashkëpunimi ushtarak mes ministrave të mbrojtjes të Serbisë dhe Hungarisë për vitin 2025, dokument që thellon marrëveshjen për bashkëpunim strategjik në mbrojtje të dy vendeve. Ky zhvillim ka shkaktuar reagime të ndryshme nga analistët dhe diplomat, duke përfshirë deklarata që shohin këtë si një lëvizje të Vučićit për të ruajtur prestigjin e tij pas nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje. Sipas Ivana Stradner, një bashkëpunëtore e Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracisë në Washington, kjo marrëveshje ka një ndikim të kufizuar dhe është më shumë një propagandë për publikun e brendshëm të Serbisë. Për më tepër, analistët theksojnë se Orban dhe Vučić kanë qenë aleat të ngushtë brenda Bashkimit Evropian, por kjo marrëveshje mund të shtojë tensionet me shtetet e tjera të rajonit, përfshirë Kroacinë dhe Bosnjën. Pas deklaratave të Vučićit, që tha se dëshiron të përshpejtojë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes me Hungarinë për të përballuar sfidat globale, liderët e rajonit reaguan me shqetësim për mundësinë e një aleance ushtarake që mund të çojë në përshkallëzim të tensioneve. Në të njëjtën kohë, Serbia dhe Bosnja përballen me probleme të brendshme, përfshirë protestat e studentëve për tragjedinë e Novi Sadit dhe tensionet politike për shkak të veprimeve secesioniste të autoriteteve të RS-s. Analistët e shohin këtë si një përpjekje për të distraktuar vëmendjen nga çështjet e brendshme dhe për të rritur ndikimin rajonal. Ky zhvillim vjen në një kohë kur tensionet në rajon janë të larta dhe reformat dhe marrëveshjet ndërkombëtare që përfshin mbrojtjen dhe sigurinë janë bërë më të rëndësishme për ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka rihapur debatin për statusin e rripit të Gazës, duke cilësuar këtë territor si një zonë me rëndësi strategjike dhe gjeopolitike. Në një takim me kryeministrin izraelit, ai propozoi që një forcë ndërkombëtare paqeje e udhëhequr nga SBA-ja të marrë nën kontroll zonën. Trump tha se Izraeli nuk duhet të kishte hequr dorë nga Gaza dhe e përshkroi vendimin e tërheqjes si një gabim historik. Në një deklaratë të fortë gjatë një takimi me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, ish presidenti i SBA-s Donald Trump risolli në vëmendje rëndësinë që ai i jep rripit të Gazës, duke e konsideruar zonën si një pasuri të paluajtshme me vlerë të lartë strategjike. Trump sugjeroi që një forcë paqeje, e ngjashme me një mision ndërkombëtar në udhëheqjen e SBA-s, duhet ta kontrollojë dhe administrojë këtë territor të trazuar. Trump u shpreh se për shumë vite ka dëgjuar vetëm lajme të lidhura me dhunën, grupin Hamas dhe probleme të pandërprera nga Gaza, ndërsa shprehu moskuptimin për tërheqjen e Izraelit nga territori në të kaluarën. Sipas tij, Gaza ka qenë dikur nën zotërimin e Izraelit dhe dorëzimi i saj në emër të paqes nuk solli rezultatin e dëshiruar. Unë nuk e kuptoj pse Izraeli hoqi dorë nga ajo zonë. Ishte e tyre, nuk duhet ta kishin lënë kurrë, tha Trump me tone të qarta kritike ndaj vendimit të dikurshëm. Nga ana e tij, Netanyahu konfirmoi se në bisedimet me Trump kishte ndarë planin për të zhvendosur popullsinë palestineze nga Gaza me synimin që zona të rindërtohet. Ai mbështeti deklaratën e Trumpit, duke e konsideruar si një qasje të re dhe të guximshme që mund të ndryshojë trajektoren e zhvillimeve në këtë territor.
Deklaratat e Trumpit pritet të shkaktojnë reagime të forta në arenën ndërkombëtare, pasi ato sfidojnë konsensusin e mëparshëm mbi zgjidhjen me dy shtete dhe rolin e aktorëve ndërkombëtar në ruajtjen e balancës në lindjen e mesme. Për më tepër, propozimi për zhvendosjen e popullsisë palestineze dhe kontrollin e jashtëm të territorit rrezikon të tensionojë më tej marrëdhëniet në rajon, ndërkohë që konflikti mes Izraelit dhe palestinezëve vijon të mbetet një nga më të ndërlikuarit në botë. Rënja në tregjet financiare botërore është intensifikuar për shkak të tarifave të larta të vendosura nga presidenti Donald Trump ndaj shumicës së partnerëve tregtar të SBA-s. Ekonomistët dhe investitorët janë gjithnjë më të shqetësuar për një mundësi të lartë të një lufte tregtare globale që mund të shkaktojë një recesion global. Tregjet financiare botërore janë goditur rënd nga tarifat doganore të paprecedenta të shpallura nga presidenti Donald Trump, të cilat kanë krijuar një pasiguri të madhe për investitorët global. Pritshmëritë për një luftë të madhe tregtare midis SBA-s dhe partnerëve të saj janë bërë gjithnjë më të forta, dhe këto friksime po e ndihmojnë rënjen e tregjeve të aksioneve dhe aseteve të tjera financiare. Ekspertët ekonomike janë të shqetësuar se këto tarifa do të kenë ndikim të gjerë në ekonominë globale, duke rritur inflacionin dhe duke ulur investimet. Sipas ekonomistëve, këto masa mund të ndikojnë gjithashtu negativisht në zinxhirët e furnizimit global, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të mëtejshme dhe duke ngadalësuar zhvillimin ekonomik. Investitorët kanë filluar të shohin mundësinë e një recesioni global si një rrezik të realitetit, me përqindjen e mundësisë për një recesion që është rritur nga 40% në 60% që nga shpallja e tarifave doganore. Ky shqetësim është reflektuar në reagimet e bankave të mëdha, siç është JP Morgan, e cila ka ngritur alarmin për një rrezik në rritje të stagnimit ekonomik. Gjithashtu, banka gjermane Deutsche Bank paralajmëroi në një analizë të fundit se, nëse Trumpi vazhdon me politikat e tij tregtare, tarifa doganore të reja do të kenë ndikime të mëdha mbarbotrore në vitet dhe dekadat që vijnë, duke pasur pasoja për ekonomitë e vendeve të ndryshme, përfshirë ata në Azi dhe Europë. Azia është goditur më rënd, me disa vende si Vietnami, Tajvani dhe Indonezia që janë të detyruara të kërkojnë marrëveshje të reja tregtare me SBA-n për të shmangur ndikimet negative nga tarifat. Në këtë klim tensionuese, Kina ka shpallur masa hakmarrëse ndaj SBA-ve, duke vendosur tarifa shtesë prej 34% për mallat amerikane dhe duke kufizuar eksportet e disa mineraleve të rëndësishme për industrinë e teknologjisë së lartë dhe energjisë së pastër. Kjo lëvizje ka shtuar tensionet dhe ka shkaktuar shqetësim për mundësinë e përshkallëzimit të një lufte tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Ndërkohë, analistët e tregjeve financiare janë të shqetësuar se ndikimi i këtyre tarifave mund të jetë më i thellë se sa mendoi fillimisht, duke rrezikuar rritjen e çmimeve dhe ndikimet në fuqinë blerëse të konsumatorëve global, si dhe në stabilitetin e bizneseve dhe kompanive ndërkombëtare. Kompania e gjermane Audi ka pezulluar përkohësisht eksportet e saj drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës si pasojë e tarifave të reja doganore të vendosura nga Washingtoni. Ndryshe nga disa prodhues të tjerë, Audi nuk zotron fabrikë në territorin amerikan, çka e bën më të ndjeshme ndaj kostove të importit. Si pasojë e tarifave të reja të vendosura nga autoritetet amerikane, prodhuesi i njohur gjerman i automjeteve, Audi, ka pezulluar përkohësisht eksportin e makinave të saj drejt tregut amerikan. Ky vendim është marrë pasi Audi nuk disponon impiante prodhimi në SBA, ndryshe nga disa kompani të tjera të industrisë automobilistike gjermane. Për rrjedhoj, të gjitha automjetet që dërgohen në SBA prodhohen në Gjermani, Hungari, Slovaki dhe për modelin e 5 edhe në Meksik. Vendimi për pezullim vlen për çdo porosi të re të bërë pas datës 2 prill. Sipas portalit të specializuar Automobiluoqe, të vetmet automjete që nuk do të preken nga ky vendim janë ato që kanë mbërritur tashmë në SBA para datës së përmendur, të cilat do të shpërndahen te klientët siç ishte planifikuar. Lajmi është konfirmuar nga një zëdhënëse e kompanisë Audi, e cila shtoi se mbi 37.000 njësi të markës ndodhen aktualisht në magazinat e shitësve në SBA. Këto makina do të shiten me një shënim të posaçëm që tregon se nuk preken nga tarifat e reja doganore. Në përpjekje për të ruajtur ritmin e shitjeve dhe për të shmangur ngadalësimin e tregut, Audi po shqyrton strategji të reja mbështetëse për rrjetin e shitësve me pakicë në SBA. Këto masa përfshin stimuj të mundshëm për blerësit, oferta promocionale dhe fushata të reja komunikimi që synojnë rritjen e interesit për automjetet e gjendura në stok. Qëllimi është të minimizohet ndikimi i tarifave në të ardhurat e kompanisë dhe të ruhet pozicioni i fortë i markës në tregun amerikan. Ndërkohë,
Mbetet e paqartë se për sa kohë do të zgjas pezullimi i eksporteve dhe nëse Audi do të konsiderojë zhvendosjen e një pjese të prodhimit në territorin amerikan në të ardhmen për të shmangur ndikime të ngjashme. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë takojmë në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.